Amarindo, si je? Mirë mama, mirë faleminderit, si je ti? U thash se po të shoh Fedorezat e boksit. Mundi veshëm edhe ato. Amarindo, sa vjet ke që jeton në Gjermani? 12 vjet. 12 vjet, nga cila pjesë e Shqipërisë je? Unë jam prej Marsisë Madhe Shkodrës, prej Kastrati. Mora vesh edhe vllajën e ke boksier. Po jemi 3 vllazën, të 3 boksojnë. 3 boksier? Po. Çfarë është ndeshja e 17 janarit? Me kë e ke? Në boksirin italian, për Itali është Francesco Morandi. Po është hyn tek konkurrentët e fortë? Po besoj ashtu prezantohet ai si i fortë në ndeshjet e tina dhe në rrjetet sociale vazhdon dhe provokon non stop, po në ring do flasin veç grushta, të shifet burrnia. Ti nga malësia madhe të provoko ka italiani, po nuk shkon fare. Po në internet s'ke çfarë, nuk janë mund të gojë, në ring aty të gjan. Për cilën federat garon? Për federatën zviceriane, do me thonë Schweiz Boxing e ka marrë përsi për këtë ndeshje. Me 17 e ke ndeshjen, mbas ndeshjes do mbësh tag në postimin e parë, shpresoj që italianin do ta nxjerrësh jashtë ringut. Në nim zotit po, ka një ndeshje shumë e fortë, jam përgatitur më shumë se kurrë, kam marrë shumë seriozisht këtë ndeshje, edhe do jesh personi i parë që do bëj tag. Jam shumë falendërues që jam sonë para teje, kam shumë respekt. Shumë suksese edhe mbarësi ditën e ndeshjes. Shumë faleminderit, para të mira. I rujt zoti, 17 janar, BBC Arena, Schaffhausen, Zvicër.